Miqtë e mi, përshëndetje. Faleminderit që keni zgjedhur të kaloni këto minuta të ditës suaj së bashku me ne. Sot kemi shumë kulte, por padyshim që më i madhi ka të bëjë me adhurimin e vetvetes. Dhe ky kult nderohet në fakt në emër të lirisë. Sidoqoftë, edhe adhuruesit më besnik të vetes kthehen në viktima të lënduara, njësoj si personazhi i historisë sonë të sotme. Përpjekjet e tij për të gjetur liri u bën edhe më të forta, derisa ai nuk e gjeti, por u dorëzua në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Jack, Lena jote më tha se ke djegur fotografinë në albumin e vitit të parë të gjimnazit. Po, e doja, çfarë pase? Po pse e bëre? Se ashtu doja. Kjo nuk është normale, Bir. Po thua që unë nuk jam normal? Unë dhe nëna jote mendojmë se ke nevojë për ndihmë. Çfarë lloj ndihme? Ndihmë psikiatrike. Mrekulli. Prit kur ta dëgjojnë të shokët e klasës këtë tani. Ata nuk do të marrin vesh. Vetëm nëse u thua ti. Babi, unë nuk jam i çmendur. Thjesht Çfarë? asgjë. Më lë rahat tani. Po ndiqni të lirë nga prangat të radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori përcjellin lajmin e mirë në botë dhe janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission e vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 359, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Jack, kam ardhur të të marr në shtëpi. Mos më thuaj që as psikiatri nuk më duron dot. Ai thot se po merr drogë. Edhe, sido që t'jetë, këtu tërkohën ilaçe merr. Ilaçet nuk janë e njëjta gjë me drogën. Mendoja se puna e tij ishte të ndihmonte njerëz si puna ime. Kam frikë se ty nuk mund të të ndihmoj askush. Shumë faleminderit, babi. Nuk të kuptoj, Bir. Ne përpiqemi të ndihmojmë ndërsa ti i hedh poshtë të gjitha përpjekjet tona. Çfarë ke kështu? Dua vetëm të më lësh rehat. Nuk e di se çfarë do të bëjmë me ty. Mos u shqetëso. Sa po të mbaroj shkollën do të largohem një herë për gjithmonë. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte në vitin e parë të gjimnazit dhe në atë kohë ishte bërë hajdut e shpërndarës droge. Por më e keqja do të vinte më pas, dhe në të njëjtën kohë edhe transformimi. Për shkak të çështjeve delikate që trajtohen në këtë histori, sugjerohet që fëmijët të shoqërohen nga prindrit. Kjo është historia e vërtetë e Jack Ferguson, që ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat. Unë e dogja fotografinë time sepse nuk më pëlqente e vetja në të. Kisha filluar të vidhja që në moshën 7 vjeçare. Fillimisht nga prindrit dhe më pas në dyqane. Pasi rash në kurthin e drogës në gjimnaz, unë e paguaja atë, duke u shpërndar shokëve në klasë. Pas gjimnazit u dhëtova me avion në periferi të Chicagos ku isha rritur. Dhe pastaj shkova në Dayton, ku kërkova lëmosh dhe fjeta poshturave, mes pleshtave. Punët që fillova nuk zgjatën shumë. Kështu që u dhëtova në bregun perëndimor të Floridës, duke ndaluar në një qendër shpëtimi në Orlando. Kur u largova prej andej, mora me vete 2 djem. Ku po shkojmë? Në Tampa. Më pëlqen. Dëgjoj, mos ma merr për keq këtë që do të them. Po vërtet mendon se kjo makinë do të arrijë deri në destinacion? Pse? Ke ndonjë zgjidhje më të mirë ti? Po një pyetje të bëra. Nuk dua të ngecim në mes të hiçit. Mos ki frikë. Në Tampa mund të ketë ndonjë qendër shpëtimi. Në fakt është një. Domethënë dikur, atje të flasin për besimin. Prap përfundon duke fjetur rrugëve dhe duke u gjendur në mes të rrezikut. Një herë unë shkova në një rajon policie dhe pyeta nëse mund të flije në ndonjë qeli vetëm për një natë. Sa guxim që pas ke pasur, plako. Kjo nuk më kishte shkuar asnjëherë në mendje. Por mund ta provojmë ndonjëherë. As mos e provo. Do të fusim brenda për rrugaçëri. Më duket se nuk kam më naftë. Mendoja se kisha marrë më shumë karburant nga ajo makinë. Të paktën arritëm deri në larg. Po vazhdova kështu ka për të rënë bateria. Më mirë ta shtym që ta largojmë nga kryqëzimi para se të shfaqet ndonjë polic. Ta shtym deri ku? Po deri tek ajo pika e karburantit. Nuk qen ka shumë larg. Më pas mund ta shtym në pjesën e pasme të pikës së karburantit dhe të flem në makinë këtë natë.
Në mëngjes në undam për të kërkuar ushqim. 2 djemë të përpoqën të vidhnin disa gjëra në një dyqan, por u arrestuan. Unë dola për të lypur dhe një burr më foli për një qendër shpëtimi. Ai më tregoi rrugën si të shkoja atje. Isha shumë i uritur për të mos e dëgjuar këshillën e tij. Pasi hëngra në qendër, një pastor më mori në zyrën e tij. Jack, e di ti pse është hapur kjo qendër? Pse mbështetet nga njerëz që kujdesen për djemë si puna jote? Si nuk e di? Kur unë erdha këtu isha i uritur dhe ju më ushqyet. Unë kisha nevojë për një vend ku të flija dhe ju më siguruat atë. Ti erdhe këtu sepse kishe nevojë për to. E vërtet. Por ju jam shumë mirënjohës. Ke menduar çfarë do të ndodh me ty kur të dalësh sërish jashtë kësaj ndërtese? Po, do përpiqem të gjej ndonjë punë. Dhe çfarë pune mund të bësh? Nuk është se jam ndonjë mekanik i Zotit, por di disa gjëra për makinat. Mbase punoj në kuzhinë. Mund të laj pjatat. Po më pari ke provuar punë të tilla? Po si jo? Dhe çfarë ka ndodhur me to? Unë jam lodhur me punën, ose shefat janë lodhur me mua. A pi alkol? Pi. Po drog? Edhe drog. Po pse duhet të i them ty këto gjëra? Sepse shumica e njerëzve që vinë këtu i bëjnë gjëra të tilla. Ke shkuar ndonjëherë në qendra të tjera shpëtimi për të kërkuar ndihmë? Po, në Dayton dhe Orlando. Po mirë, ku do të shkosh herën tjetër që do të jesh pa para? I uritur edhe do të duhet një vend ku të flesh. Atëherë besoj se do të kthehem sërish këtu. Nëse do të jem ende në qytet. Dhe ne do të të pranojmë. Po pse duhet të ketë një herë tjetër? Do të jetë e njëjta situatë. E po, ç'të bësh? Perëndia mund të bëj diçka në momentin që ti do të jesh gati. E kupton ku dua të dal? Të them të drejtën jo. Shumë njerëz do të thoshin se problemi i tyre është droga dhe alkooli. Por ata gabohen. Dhe problemi i vërtet është rebelimi. E ke fjalën për rebelimin kundra prindërve të mi? Më shumë se kaq, kundra Perëndis. Po thua që kam rebeluar kundra Perëndis? Po, ti dhe gjithë ata që kanë lindur në këtë botë. Ky rebelim quhet mëkat. Po kjo fjalë ka dalë jashtë mode tani. Ndërsa Jezusi e përdor shpesh. Dhe pse të mos e përdor fundja? Krishti Jezus erdhi për të shpëtuar mëkatarët. Dhe këtë e bëri duke shlyer pagën e mëkateve tona për të paguar për ne. Ai u ringjall që ti të kesh jetën e përjetshme. Gjithçka u pagua për një jetë të re dhe kjo jetë fillon kur ti e pranon Krishtin si shpëtimtarin tënd. Jetë të re the? Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Një krijesë e re. Të vjetrat shkuan. Ja, të gjitha u bën të reja. Dëshiron të bëhesh një krijesë e re në Krishtin? Po, sigurisht. Atëherë le të lutemi. Ti mund të lutesh me zë si unë ose pa zë. Nëse me zemër e pranon Krishtin si shpëtimtarin tënd, atëherë duhet ta falenderosh për jetën e re. E dija që kisha nevojë për atë që ai më foli, por ende nuk isha i bindur. Duke u shtirur, ula kokën dhe ai u lut. Pas një heshtjeje të gjatë, u ngrita kokën. Atëherë ai më pyeti nëse isha lutur. E gënjeva dhe i thash që e kisha bërë. Qëndrova 4 muaj në mision, i mbushur me faj për jetën time të shturur dhe duke i gënjur ata çdo ditë. Më pas u largova, por vazhdimisht u ngjilli më prezantoi nga njerëz të ndryshëm. Fillimisht një nga shokët e mi u martua me një vajzë të krishterë. Jack, duhet të vish me ne në kish. Nuk është edhe aq keq. E po unë jam në punë. Ke gjetur punë tjetër? Po, në një fast food. Si të duket? Nuk është keq, përveç njërit prej kuzhinierëve. Ai flet gjithkohës për Jezusin dhe kjo gjë më lodh. Ashtu? Atëherë ai që ka i shpëtuar. Nuk më intereson. Ai më kritikon vazhdimisht, sepse një herë më kapi duke e përdorur më kot emrin e Zotit. Dhe duke të njohur ty e marr me mend çfarë mund të ketë ndodhur. E po askujt nuk i pëlqen ta predikoj në punë. Unë i thash të më qëndronte larg. Të njëjtën gjë i tha dhe drejtori. Po vazhdoi kështu ka për ta humbur punën. E kam me të vërtet, Jack. Mendoje një herë të marrësh pushim ose të ndryshosh orarin që të mund të vish në kish me ne. Ja, mirë plako. Unë u shpëtova 2 vjet më parë. Gënjeshtrat nuk kishin fund. Kuzhinieri me të cilin punoja nuk pushonte së foluri për Jezusin. Kështu e pushua nga puna. Mënyra ime e pahishme e të jetuarit ishte më e pranueshme për shefin se sa lutjet e sinqerta për të ndjekur Krishtin. Ai që do ta kishte vënë re ecjen time, do ta kishte parë ndryshimin. Kur pija, zihesha me të tjerët, prishja makina dhe merrja drogë. Në fillim të vitit 1979, bleva një motociklet. Një herë po i jepja motocikletës me kujdes. Rruga ishte e mbushur plot me automjete, ndërkohë që unë po i afrohesha një kryqëzimi ku drita e semaforit u bë jeshile dhe më dha të drejtën të kaloja,
por një vajzë me makinë sportive nga ana tjetër kaloi me dritë të kuqe dhe më përplasi duke më nxjerr anash rrugës. Në kryqëzim gjendej një ambulancë duke pritur të ndërrojë drita e semaforit. Kështu që ndihmës mjekët më ndihmuan më njëherë, dhe një polic që qëndronte në anën tjetër të rrugës e pa të gjithë ngjarjen. Pjesa më e çuditshme ishte që disa kalimtarë dolën vullnetar për të dëshmuar në favorin tim. Isha i shtrirë për tokë dhe kisha shumë gjakderdhje kur një burr më afrua dhe më foli. Djalosh, lejom të them diçka. Perëndia po të tërheq vëmendjen. Këmba ime ishte dëmtuar rënd. Doktorët menduan se mund të kisha pësuar dëmtime në kokë, ndaj nuk më bën anestezi. Më mpin thjesht tek pjesa ku bën ndërhyrje kirurgjikale, ndërkohë që dhimbja bëi më e fortë, u përpoqe të bëja një marrëveshje me Perëndin. Perëndi, nëse ti ma largon këtë dhimbje, unë do të jap 10% të fitimeve të mia. Nuk e di pse zgjodha 10% të fitimeve, por disa minuta më vonë dhimbja u shtua. Mirë, Zot, do të jap 20%. Nëse ma largon dhimbjen, do të jap 20%. Kur ndërhyrja kirurgjikale përfundoi dhe këmba ime u qep, ata më dhanë një qetësues të fortë, dhe ndërkohë që dhimbja e zvoglohej, oferta ime shkoi në 15%, më pas në 10%. Çfarë ndodhi me fjalën që u thash? Asgjë. Gjykata më dha $6,000 dhe unë nuk çova asnjë lek në kish apo në mision. Premtimi që i kisha bërë Perëndis u harrua. Kur mbeta pa para dhe pa punë, unë vendosa të futesha në ushtri. Unë shkova në Jacksonville me një makinë të rastit për të marrë një raport, por nuk isha në gjendje të mirë shëndetësore. Kisha dhimbje, kështu që u ktheva në Tampa po me një makinë të rastit. Në rrugën e shtruar për në Clearwater, një makinë e mbuluar me lule dhe slogane për Jezusin ndaloi. Nëse je nisur për në Clearwater, eja hip në makinë. Shumë faleminderit. Nuk ta them dot sa i lodhur jam. I vërtet je ti? Më fal, nuk të kuptova. U habita kur pash makinën tënde nga larg. Tani që u futa brenda po habitem edhe më shumë. E ke fjalën për simbolet dhe sloganet rreth Jezusit. Po, çfarë do thot kjo? Kur Perëndia të kthehet për të marrë kishën, krejt pa apritur kjo makinë nuk do të ketë shofer. Do të më duhet pak kohë për të ta shpjeguar këtë, por s'ka gjë, do ta bëj me kënaqësi. Mos e vrit mendjen. Mendon se do të mjaftoj koha derisa të mrrim? Ku i dihet? Kam përshtypjen se ti nuk je i krishter. Ashtu është. Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. Po. Nga po vjen? Nga Jacksonville. Për të marrë një raport për në ushtri. Mendon se do të pëlqejë ushtria? Jo. Pse jo? Sepse nuk do të shkoj, ja pse. Ata nuk më pranuan kur zbuluan se kisha hernje. Kur nuk të pranoj në ushtri, atëherë do të jesh më të vërtet i padurueshëm. Qetëso, armik. Jezusi të do. Ai erdhi për të dhënë jetë me bollëk. E dije që do të filloj edhe ti. Dëgjoj, po nuk ndalove së foluri për Jezusin, kam për të zbritur dhe për të ecur në këmbë. Shoferi udhëtoi 16 kilometra më shumë me qëllim që të më linte në destinacion, dhe nuk foli më për Jezusin. Unë fillova punë në një garazh ku fitoja mjaftueshëm para për të paguar qiran e një shtëpie, edhe për të organizuar festa pafund. Më pas erdhi nata që do të më shkaktonte probleme dhe lëndim për një kohë shumë të gjatë. Kisha 6 vjet që isha larguar nga shtëpia. Në maj të vitit 1982, pronarët e garazhit ku punoja organizuan një fest. Ata sollën shumë pije alkolike. Kur mbërrita në fest, të gjitha shishet ishin arrestuar mbi tavolinën e punës. Ej, Jack, vë bas që e ketë pamundur të shkosh tek tavolina e punës dhe t'i provosh të gjitha pijet. Ke për ta humbur bastin? Për sa kohë që pijet janë falas. E dëgjua çfarë tha djema? E njohim Jackun apo jo? Jepi plako. Ja të ke shishën e parë. Nuk kam pirë asnjëherë alkool që nuk më pëlqen. Kthej edhe këtë tjetrën.
Ta di që këtu ke shumë shishe, miku im. I gandej. Nuk e di se si arrita të qëndroja në këmbë. Mbaj mend si në tym se më vonë atë mbrëmje shkuam të takonim të dashurën time dhe u zum. Rrugës për në shtëpi ndalova për të telefonuar një fqinje. Ende nuk jam i sigurt se çfarë ndodhi më pas, por nuk kam për të harruar kurrë atë që ndodhi mbrëmjen tjetër. Përveç se kisha dhimbje të tmerrshme koke, kisha pirë dhe drogë. Erdha. Ju jeni Jack Ferguson? Po, dora vet. Po, çfarë doni? Jeni në arrest. Vendosini duart pas kokës. Do të më vini prangat? Por çfarë? Do të vini me ne. Në rregull, por pse? Çfarë kam bërë? Jeni arrestuar për përdhunim. Dy policët me armë në duar më drejtuan tek makina e tyre. Me lexuan të drejtat e mia dhe më dërguan në rajon. Ata më morën në pyetje, por unë nuk mbaja mend asgjë nga dita e mëparshme. Kështu që mohova gjithçka. Kisha 24 orë në qeli, kur një i burgosur tjetër erdhi dhe filloi të më predikonte. Rruga e të pabesëve është e rëndë. Ndaj, hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim. Dhe shumë hynë përmes asaj dere. Por e ngushtë është dera dhe e vështirë është udha që të çon në jetë. Dhe të paktë janë ata që e gjejnë. Dëgjove vllazko? Po, të dëgjova. Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Prandaj, ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju me të veshur delesh, por për brenda janë uqër, krapitqar. Do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga morrizat? Si thua ti? Sigurisht që jo. Kështu çdo pemë mirë i jep fruta të mira, por pema e kalbur i jep fruta të këqija. E kupton çfarë po të them? Po, të kuptoj. Një pemë që nuk jep fruta të mira pritet dhe hidhet në zjarr. Prandaj do t'i njihni ata nga frytet e tyre. Besoj se as ti nuk ke dëshirë të hidhesh në zjarr, vllazko. Prandaj pendohu për pausitë tua dhe shpëtohu. Lutu Perëndis. Mbasi mendimet e zemrës do të falen. Më dëgjove vllazko? Po, të dëgjova. Atëherë ktheu tek Jezusi. Ai erdhi që ne të kemi jetë dhe ta kemi me bollëk. Ai tha: "Biri i njeriu të erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur, sepse kushdo që do ta thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet." Fjalët e tij më kumbonin në mendje ndërkohë që qëndroja shtrirë duke menduar rreth situatës time të tmerrshme. Si kisha përfunduar në atë gjendje? U luta. Perëndi i dashur, të lutem, më fal për paudhësinë time. Pendohem për gjërat e këqija që kam bërë. Unë e di që Jezusi vdiq për mua. Më ndihmo ta ndjek atë. Perëndi, më shpëto. Më jep jetën e përjetshme për të cilën kam vite që dëgjoj. Nuk e di nëse do t'ja dal në ban, por mbase ti do të më ndihmosh. Në mëngjes ndjeja një rrezë shprese. Atë ditë të folurit tim, madje edhe të menduarit, ishin ndryshe. 2 ditë më vonë hoqa duhanin. Në atë godin gjendeshin edhe 5 a 6 të krishterë të tjerë, dhe ne bënim studim Bible. Gjatë asaj kohë avokati im më njoftonte vazhdimisht mbi ecurinë e çështjes time. Përfaqësuesi ligjor ka rënë dakord për ulje të dënimit. Sa? Po ja, nuk do dënohesh me 15 vjet, por me 10. 10 vjet? Mos u shqetëso. Do ta takoj prap prokurorin dhe mendoj se mund ta ulim edhe më shumë dënimin. Mbi gjitha, kjo është çështja e parë ligjore që ke. Po unë jam i pafajshëm. Edhe ata ashtu mendojnë, por është fjala e vajzës kundër tëndes. Dëgjoj, unë nuk jam shumë i fortë fizikisht. Ndaj nuk mendoj se mund t'i bëj 10 vjet burg sepse nuk do të dilje i gjallë prej andej. Prokurori e di këtë. Se për pak harrova të ta them. Gjoba jote është ulur sërish. Sa është ulur? Jo shumë. Megjithatë ka lëvizur disi. Mbase mund të nxjerrim. Kërkesa për ulje të gjobës vazhdoi. Kur ul mjaftueshëm, më lanë të lirë dhe prisja marrjen e vendimit. Më në fund erdhi dhe ajo ditë. Ja cila është oferta e fundit. Nuk mendoj se mund të arrijmë në ndonjë marrëveshje më të mirë. Më thuaj. Do të japin 1 vit burg dhe 10 vjet lirim me kusht. Ata kanë ndërmend të ta mbyllin çështjen plotësisht pas 10 vjetësh. Dhe do ta llogarisin edhe kohën që ke qenë këtu. Që është vetëm 7 muaj. Kështu që duhet të bëj edhe 5 muaj të tjerë? Po. Por unë nuk do të futem asnjë ditë në burgun shtetëror, apo jo? Shumë mirë.
Në ato kohë të krishterët kishin dalë jashtë dhe brenda kishte mbetur vetëm njëri prej tyre. Ai ishte besimtari më i pabindur që mund të kishte kjo botë. Dhe ai isha unë. Shumë kohë para se të përfundoja dënimin, ju ktheva duhanit dhe kumarit. Isha vetëm një i mirë, por nuk e kuptoja pse. Shumë shpejt fillova alkoolin dhe të thyeja rregullat rrugore. Jo. Bëj mirë të ndaloje të marrë vesh çfarë kërkon ky njeri. Qëndroni në makinë. Si të doni. Më tregoni patentën dhe letrat e makinës. Patjetër, ja urdhëroni. Po i jepni të makinës sa djathas majtas, miku im. Mos jeni gjë i pirë. Po sigur i kam kthyer 1-2 birra. Nga era që mbani më duket se keni pirë më shumë se 2. Dili nga makina që t'i shoh nëse jeni në gjendje të ruani ekuilibrin dhe të ecni drejt. Sikur ta dia. Ju jeni i pirë, armik. Duhet vini me ne. 6 javë më vonë ndodhi sërish e njëjta gjë. U paraqita në gjykat vetëm një herë për akuzat e ngritura. Më gjobitën dhe pastaj më kërkuan të shërbeja në komunitet. Më pas erdhi akuza që do të më hapte shumë të lashe. Shkelje e lirimit me kusht. E prishë punën këtë herë, Gjek. Gjyqtarit i është bërë shumë presion që të dënoj. Po dihet nga vjen ky presion? Po si jo, nga oficeri e lirimit me kusht. Ajo i ka kërkuar që të dënojnë me 15 vjet burg. O zot. Mendon se ka për ta dëgjuar atë? Edhe mund ta bëj. Atëherë duhet të më ndihmosh. Nuk dua të shkoj në burg. Do të shoh në çfarë marrëveshje mund të arrijë. Në fund më dhan vetëm 3 vjet burg, por gjyqtari hoqi 2/3 e dënimit. Kështu më mbeti vetëm 1 vit. E pranoj që isha i friksuar, por burgu ishte vendi i duhur. Atje u bëra pjesë e një grupi burrash që bënin studime biblike. Djema, nga i dini ju gjithë këto gjëra për Biblën? Disa prej nesh kanë pasur mjaft kohë në dispozicion, Jack. Kjo është e vërtet. Unë kam pasur shumë ide të gabuara në lidhje me Ungjillin. Si për shembull? Po, që duhet të jesh një njeri i mirë për të qenë i krishter. E po Biblia thot se ne jemi të gjithë mëkatar. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Ja pse Jezus i pagoi çmimin ton dhe na dha drejtsinë e tij. Tani e kuptoj. Dhe vetëm me fuqinë e tij mund ta ndjekim atë. Unë do dal muajin që vjen. Shpresoj që të mund të qëndroj në nështruar ndaj Zotit. Sa po të dalësh gjej një kishë që mëson Biblën. Kjo është shumë e rëndësishme. Mendon se do ta pranojnë diko si unë atje? Nëse jo, atëherë qëndro larg asaj kishe. Jezusi i pranon të gjithë. Kështu që edhe kisha duhet ta bëj. Është trupi i tij. Po, mendoj se ke të drejtë. Shikon mbretin David. Ai ishte vrasës dhe kuror shkelës. Edhe Mojsiu vrau dikë. E vërtet. Edhe vetë apostujt nuk ishin të pafajshëm. Pietri gënjeu dhe mohoi Zotin. Pra gjej një kishë që të pranon. Këtë vit ka mësuar shumë gjëra. Në fakt, ndonjëherë provat e jetës tonë na ndihmojnë të afrohemi më pranë Perëndis. E di, unë u friksova shumë që do të vija këtu. Por Perëndia më ka mbrojtur vazhdimisht. Ai është besnik dhe i vërtet, Jack. Mos e harro. Tani është në dorën tënde nëse do të jetosh për të apo jo. Kur më lanë të lirë, fillova të punoja si riparues në një kishë që mësonte Biblën. Kështu kisha mundësinë të mësoja më shumë për Perëndin dhe gjithashtu fitova mjaftueshëm para për të paguar gjobën dhe dëmshpërblimet. Më pas u ktheva në Chicago për të takuar familjen. Ende zgjuar je bir. Po, thjesht dola pak jashtë për të parë yjet. Dëshiron të dalësh dhe të pish? Ato ditë kanë mbaruar, babi. Sa mirë. Edhe për këtë jam bërçli Jezusit. Cila do qoftë arsye, ti ke ndryshuar për mirë. Nëna jote është shumë e qetë tani. Në burg kam pasur një grup të mirë që bënte studime biblike. Tani mua më pëlqen shumë ta studioj Biblën. Kjo nuk më kishte shkuar asnjëherë në mendje. Që i vogël doja të bëja gjërat që më pëlqenin. Nuk e dija që kjo ishte mëkat, duke u përpjekur të jetoja pa Perëndin. Disa njerëz kanë nevojë për Perëndin më shumë se të tjerët. Jo, babi. Ne të gjithë kemi nevojë për Perëndin. Por këtë e kuptojmë vetëm pasi i prekim fundin. Por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe. Çfarë? Asgjë. Thjesht më kujtua një varg.
Nëse nuk do të ishte për hirin dhe mëshirën e Perëndis, ka shumë gjase që tani të isha i vdekur. Ai dërgonte vazhdimisht njerëz në jetën time që të më flisnin për Jezusin dhe shpëtimin, por unë isha i verbuar dhe isha përqendruar plotësisht tek vetja. Kështu duhet të hiqja dorë nga liria ime që të mund të gjeja lirinë e vërtet. Besoj se ke të drejtë. Babi, jam penduar shumë për gjërat që kam bërë gjatë rritjes. Shpresoj që ti dhe mami të mund të më falni. Sigurisht që të kemi falur. Ti je djali ynë. Mendoj se kështu ndihet Perëndia kur ne kthehemi tek ai dhe i kërkojmë falje. Po tani, cilat janë planet që ke? Ti shërbej Perëndis kudo që ai do të më çojë. Do të qëndrosh me ne? Mendoj se po. Nëse nuk e keni problem. Javën e ardhshme në pjesën e dytë të dëshmisë së Jackut do të dëgjojmë se si Perëndia me planin e tij e çoi atë në vendet e izoluara, ku ai do të përmbushte shumë gjëra. Deri atëherë miqtë e mi, shpresojmë të keni kuptuar veprën e dashurisë Perëndis në një jetë që shumë kanë thënë se është dështim. Perëndia kishte një plan për jetën e Jackut dhe ai ka një plan edhe për jetën tuaj. Tek libri Jeremias, kapitulli 29 dhe vargu 11 thuhet: sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Nëse dëshironi të dini më shumë për jetën e re në Krishtin, ju ftoj të na shkruani në Radio Shtab, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund të na dërgoni një email në info@radiovishtap.net. Ndoqët programin me numër 359. Kjo ishte pjesa e parë e historisë së vërtetë të Jack Ferguson. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për në gjuhën shqipe nga Radio Shtat në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programin jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.